Pacient, mjek, am, specialist, avokate zyrtar të institucioneve shëndetësore nga Shkupi, Velesi, Tetova, Gostivari e disa qytete tjera janë në mesin e 49 të përfshirve në hetimin e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Personat e përfshirë sipas organit të akuzës dyshohet se nëpërmjet rishfetit në mënyrë të paligjshme kanë mundësuar që persona të tjerë të përfitojnë ndihmë financiare për kujdes ndaj personi tjetër, edhe pse ajo nuk u ka takuar. Për të realizuar këtë të drejtë, kërkuesit kanë dhënë rishfet me qëllim që të lëshohet procedura. Prokuroria informon se një rast i tillë ka ndodhur në Veles, ku nëpërmjet mjekëve am kanë kurdisur që kërkuesit që kanë dhënë rishfet të dalin përpara komisionit profesional për dhënien e mendimeve në Spitalin e Përgjithshëm të Velesit. Antarët e grupit pa praninë e personave të cilët kanë dhënë rishfet kanë siguruar kontrolle mjekësore fiktive te mjekët am, por dhe kontrolle klinike ose spitalore te mjekët dhe personat mjekësor. Njëkohësisht të dyshuarit kanë ndërmarrë veprime të kundërligjshme, kanë përgatitur, siguruar dhe përdorur dokumentacion mjekësor si udhëzime mjekësore, fletlëshime, raporte mjekësore, kontrolle, teste psikologjike, mendime konsiliare, vërtetime për pajisje mjekësore me dokument të pavërtet, thon nga Prokuroria për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kuadër të hetimit, prokuroria ka përfshirë edhe disa persona që nëpërmjet rishfetit personat e shëndosh i kanë nxjerrë me pension invalidor, respektivisht duke shfrytzuar dokumente mjekësore të rrejshme. Sipas prokurorisë, gjatë vitit 2023, një i punësuar në klinikën universitare për hund dhe vesh në Shkup, por edhe një i punësuar në Ministrinë e Punës Sociale kanë krijuar grup, të cilit i janë bashkangjitur edhe 2 persona të tjerë me qëllim të krijimit të skemës, e cila në këmbim të rishfetit do të nxirrte në pension invalidor persona që nuk i plotësojnë kushtet ligjore. Organizatorët dhe përfaqësuesit me veprime koordinuese kanë kërkuar dhe pranuar mjete financiare, rishfet nga personat kërkues të së drejtës për pension invalidor. Me veprimet e ndërmarra, antarët e dyshuar të grupit kërkuesve u kanë siguruar plotësim të kushteve për udhëheqje të procedurës për përfitim të së drejtës së pensionit invalidor, në bazë të së cilës përfaqësuesit e grupit kriminal në komisione me shfrytëzim të ndikimit të tyre real dhe detyrës zyrtare kanë mundsuar udhëheqje të suksesshme të procedurës për përfitim të së drejtës së pensionit invalidor, por dhe miratim të vendimit në dobi të kërkuesve të së drejtës së pensionit invalidor që kanë dhënë rishfet, thon nga Prokuroria për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata që 12 të dyshuarve t'u caktohen masa e paraburgimit, 3 arrest shtëpie, ndërsa të tjerëve masa kujdesi. Gjatë aksionit policor nga policia njoftuan se kanë sekuestruar 110.000 euro, 65.000 denar, $100, telefona celular, fletore ku ka të dhëna për borxhlind, dokumente të ndryshme mjekësore dhe faksimile.